këto ishin 3 propozime që kemi për hit të kësaj javë dhe për cila do të mund të votoni pas orës 8:30 minuta pas bisedës që do të kem me myshafirin tim të nderuar Sabri Fejzullau. Mirëmëngjesi, mirë se erdhën. Mirëmëngjes Robi, mirë se të gjej. Me siguri veç e din që kënga më re që ke realizuar me videoklip Balada Goditje në zemër është zgjedhur hit i javës në pjesën që kemi pasur me telefonues drejt për së drejti me 30 dhjetor. Po, e di edhe jam gëzuar shumë. E din që kanë qenë 11 propozime, këngët më të votuara gjatë vitit, ndërto kanë qenë edhe pothuajse të gjithë, Dafina, Genta, mirë thash, Dafina, Genta, Tuna, Baba Stars, Kuta Dijune, ndërsa kënga më votuar ishte Goditje në zemër. Dhe arsyeja që kemi bërë drejt për së drejti me telefonatat, mënyrë që me qenë më transparent, thot që alëm shikuesit, mos ketë vend për dyshime, manipulime, Kuta Dijune. Jam shumë i lumtur, Robert. Unë nuk e kom pas se tash po bjen, po decidivisht çdo fjalë di edhe çdo sens se ka shpjeguar edhe Nera dhe Bursa dhe edhe dashamirë tjerë që kanë po. Nuk ka shumë kohë kur kemi pasur në studio, që kemi kur ishte këngë fituese e hitit të javës, kemi folur shumë rreth kësaj këngë, rreth realizimit, rreth gjithçka, por siç duket pas suksesit cilin po e ka edhe tani kjo këngë, sikur edhe janë shtuar mbrëmjet muzikore, sikur i edhe më shumë i pranishëm, sikur i rikthyer më fuqishëm, jo që i larguar ndonjëherë, por është tipik e stilit Sabriut, siç jemi mësuar të dëgjojmë këngë më hershme. Po, Robi, është e vërtet. Kjo ndodh çdo kohë në botë që një hit që të rikthen edhe një herë një comeback që e bën që thuhet. Ajo të bën edhe më të kërkuar dhe me të kërku njerëzit për të kënduar gjithandej ku ka diskoteka. Edhe është e vërtet që Goditje në zemër e ka, si me thonë, e ka dyfishu numrin e kërkesave të njerëzve që të shkoj edhe të këndojnë. Dhe jo pse s'kam patur si ishte ti, edhe më herë që jam munduar unë të bëj këngë. Jo unë, po kompozitorët e mi e tek shkruesi. Po kjo ishte ajo që si që ishte ka goditur. Edhe fëmijët, po, edhe fëmijët dhe gjenerata e re mos flasim, edhe të moshuarit dhe gjithve ju ka pëlqyer. Gjatë neve, gjatë mbrëmjeve të cilat i kenë qoftë në Kosovë apo edhe jashtë, ka shpesh kërkesa që ta rikëndosh këngën, ta risjellësh në skenë gjatë një mbrëmje, një herë, 2 herë. Çdo kund, erën e tash mbrëm, par mbrëm. Çdo natë po e kërkojnë çdo kund 4 herë, 5 herë ta këndoj brenda natës. Edhe atë ta këndoj i thonë publiku edhe nuk ka diçka më të madhe dhe më. A mendon që tash kompozitorit edhe tekst shkruesi do ta kenë pak më të vështirë për të realizuar këngën tuaj të radhës, me që kjo veç është mirëprit tepër mirë, mund të them lirisht? Po, është shumë e vërtet. Unë kisha patur dëshirë që të përsëritet një fat i tillë i imi që ta kem edhe një këngë tillë. Po inshallah don Zoti edhe ja qellojnë. Edhe Fatmir Muja që është tek shkruesi më i mirë në barë shqiptar. Jo poezi, po që ditë të shkruaj për këngët, dhe Virusi që është kompozitori dhe orkestruesi më i mirë shqiptar. Më aktuali për momentin. Ai ka qenë gjithnjë, po tash. Po unë besoj që me një angazhim se tash ata njeriu lufton gjithmonë jetë, unë luftoj që ta sfidoj veten që gjithmonë. Edhe ata besoj që duhet njëjtën gjatë ta bojnë. Nuk e di nëse kam guximin të them që mbetesh ndër këngëtarë të rrallë që flet zakonisht në çdo intervistë flet për tekstshkruesin, kompozitorin, do të thotë nuk u humb meritat, sepse na ka ndodhur ne tash sa vite realizojmë intervista me këngëtarë shumë, ndodh shumë shpesh të mos përmenden nëse nuk i pyesim. Po jo, Robert, ajo është punë e tyre. Ka ndodhur flitet për statistat që janë pjesë e videoklipit që është sigurisht nuk po më shefi ato që e dim gjithë që është shumë më pak e rëndësishme se sa kush e ka shkruar tekstin ose kush e ka kompozuar ose orkestruar. Po jo, Robi, se kjo s'është këngë ime, edhe asnjë këngë që kam, unë s'jam kompozitor. Unë jam vetëm, si me thonë, reprodukus
i punës së kompozitorit, orkestruesit dhe tekstuesit. Unë vetëm nëpërmes këndimit tim e transmetoj të ndëgjuesit. Ju e dini këtë, se unë s'jam kompozitor, edhe merita gjithmonë i bija atyre. Po, fati është pastaj i imi që kënga është e mirë, edhe unë ja jap shpirtin çdo fjale që ka shkruar zoti Muja, edhe çdo ndërhyrje, çdo instrumenti me sekvenca të vogla apo që ka atje, një diçka që ka bërë orkestrimin edhe muzikën, virusi, kjo është ajo. Ti kthehemi me që kemi edhe pak minuta në dispozicion, ti kthehemi pak edhe aktrimit. Në ndodhë shumë shpesh në shembull kur e keni pasur ditëlindjen, edhe në kuadër të rubrikës kalendari historik, 2-3 fjali rreth artistit Sabri Feyzullahu, Len, ku e filloi karrierën e tjerë, shohim në YouTube video të vjetra me kolegët Sevdair Adogoshin, Ibrahim Krajkovën. A mendon që publiku është i jetur, do të kishte dëshirë që të shihte përsëri në skenë, qoftë në ndonjë komedi apo edhe në teatr, pse jo? Për zotin s'di, Robert. A ndjen atë nevojë ndonjëherë thjesht për të shyrë shpirtin? Robert, unë e kam mbaru, ju e dini shkollën për aktrim edhe një farë mënyrë, unë kam qenë 28 vite, bukën e pare kam siguru nga aktrimi, edhe ajo është, si me thëmë, pjesë, ajo është vetë jeta ime, vetë ajo sikurse që është inxhinieri, apo mjeku, apo edhe unë jam me profesion aktor. Po që sa vite u bënd që s'kam luajtur edhe, sikurse futbolli, sikurse këndimi, sikurse aktrimi, nëse s'luan, nëse si e i aktivizuar, edhe harron edhe nga aktrimi, edhe nga lëvizja scenike, edhe nga marrëdhënia me kolegun, si thuhet, të dialogosh edhe freskia, memoria, e të mbajturit tekstit në mend. Donë shumë angazhim për të rikthyer? Po duhet, unë dëshirë kam shumë gjithmonë, sepse ajo jam unë, po sa do të kisha arritur, nuk e di. Qef kam gjithmonë, natyrisht kthehem një herë dhe ta luaj një rol. Sikur të kishe ndonjë kërkesë nga ndonjë regjisor i teatrit, qoftë i filmit? Në film s'kam luajtur kur shumë rol herë, po në emisione televizive kam luajtur. Po edhe në teatr po. Po ku di unë, Robert? Madje nuk të kemi parë asnjëherë, të paktën unë, ndoshta edhe keni qenë si mysafir në ndonjë prej serive televizive, siç kanë qenë në televizionet tona, ku ftohen këngëtarë që shndrohen në aktor për një epizod. Ndërsa ju që jeni aktor tamam me profesion? Nuk di. A është frika që mund të marrin një përgjigje, një jo nga Sabri Feyzullahu, ndoshta? Nuk e di për zotin, nuk e di. Nuk e besoj. Na njerëz jemi të gjithë, po njeriu ku sillet aty edhe është, si më thënë, në kontakt me ata. Unë jam gjithnjë me këngën, edhe jo me aktrimin, edhe kjo është një shoqëri tjetër, si më thënë, një rreth tjetër i kësaj, edhe pastaj. Mirë, me gjithatë ke muzikën me cilën merresh. Po, këtë e kam ma sublime dhe këtë e kam pasion edhe dashurie edhe jetë edhe pjesë tjetës edhe kjo këngë është ajo që s'më le as të plake, mas ta ndjej ndonjë smurje, po kjo është ajo që s'ma humb dashurinë, as ndaj gruas, as ndaj fëmijëve, as ndaj si çdo njeriu tjetër, as ndaj nipa e mbesave, njerëzve, dëgjuesve të mi që ndëgjojnë këngën. Edhe për kundër faktit që je shumë aktiv, qoftë në skenë apo edhe në përmbrëmjet shumëta, nuk lën anash veten, fizikun tuaj, nëse mund të them, merresh me vrapim dhe në të pastë, në orë të hershme të mëngjesit, ndoshta kur shumica e njerëzve veç janë gjumë në atë kohë, po vazhdon edhe më tej kjo procedurë? Si gjithmonë, si çdo ditë. Sot jo se kam kënduar dhe jo marrë vonë edhe e lash se fjeta pak, tash sa të kthehem po me njëherë. Po se kam pjesë tjetës edhe nuk mundem. Si thuhet ai sovrani, sa ka shkruar, asë do t'jetoj mirë, po nuk ka më mirë se sa të kujdeset njeriu për shëndetin e vetë dhe për vetën. Edhe unë e falenderoj gjithmonë që. Po pjesën tjetër ditës si e kalon, kur nuk ki ndonjë angazhim, ndonjë mbrëmje
ta them drejtën kështu, Robi... Se nuk është që ekspozohesh shumë? Jo, si kam vendet të caktuara ku shkoj, unë gëzohem kur të më vijen ndonjë kush, ndonjë meka, po dashamira, fare feste unë për ndejo në shtëpi, ose unë shkoj të ta, unë gjatë ditës pa tjetër me kënë do të dalë pos me atë që se fëmijët janë rritur, kanë krijuar familje dhe i kanë fëmijët e tyre, nuset e tyre. Kjo është ajo jeta, ajo ma e lumtura edhe unë jam vetëm me nerën, me gruan time dhe me te dalë dikon pa tjetër. Pa tjetër çdo ditë me dalë me pi kafe, ose ndoj drek dikon, ose që kalojmë jetën, pastaj gazetat në shtëpi. E lu Zotin vjen ai musafir, këmbem diçka, sidomos kur po i bëjsh disa vite, Robert, pastaj ke dëshirë që gjithmonë të jesh me njerëz tu me ata të afërmit që. Thash ma herët, këtë thash nga që edhe nuk është që të kam parë shpesh, mirë po edhe nga njerëzit që dëgjon që nuk është që shihet shumë shpesh. A mendon që çdo artist duhet ta ketë këtë virtyt që të mos ekspozohet shumë në publik? Jo, unë atë ndoshta e bëj pa vetdije. Se kur kam qenë i ri edhe kur kam pas fillu Robert me këndu, të kam pas të njerë një emision, të nditën risha në shkallët e tatit dhe isha më shoj njerëzit që sa i madh jam kishe, se e knasha krejt, kënë zonë po knoj edhe jam, po ja, me kalimin e viteve të kohës se njeriu pastaj hin në atë rrethin dikun. E kam një vend caktuar, këto edhe gjithkun në botë po e bëjshin kështu, më ka rastisur, më falë, me që jemi këtu, për shembull në Gjermani, në Zvicër, në Angli, në Amerikë, shkoj si vjetë edhe mas, prapë kur shkoj, njëjtin restoran nëse hy, njëjtit njerëz po vishin gjithnjë për të pirë kafe, ndonjë ushqim, njëjtit. Në më thënë, mysafirët e njëjtë në secilin lokal, secila shoqëri takohet atje. E ndin njeriu vetën si në shtëpinë e vet. Krijon një lloj afërsie me të gjithë. Sigurisht që deri me tani ke pasur qindra mira, mbas edhe miliona komente nga fansat, siç i themi. Por vazhdojnë edhe më tej të komentojnë, vazhdojnë edhe më tej të ndjehesh mirë nga komentet e tyre? Pa gjithmonë, Robert, nuk ka kënaqësi më të madhe në jetë se sa kur dikush flet mirë për punën tonë edhe për ty. Kjo është, unë po të kisha mundur edhe 3 herë ma shumë fjalë ma të mira kisha thënë për atë që ka shkruar dhe ka dhënë mendimin për mua dhe për interpretimin e këngën time. Sepse jeta është me marrë dhe me dhënë dashurie dhe me marrë të mira nga të tjerët edhe me i dhënë të tjerëve. Kjo jeta është keq kështu, me kthy borxhin, si me thonin. Jo borxh kuptimin, po ajo është emocion, ajo është diçka shumë e madhe. Mirë, për fund mos harrojmë edhe mbasi do t'ju interesojë shikuesve dhe dëgjuesve me çfarë jeni duke punuar në ndonjë projekt, në ndonjë këngë. E di që herave të kaluara kemi përmendur së bashku një bashkëpunim me reperin MC Kresha, me pas ka qenë me Bleron e tjerë, ndërsa para pak ditësh nuk ka shumë që u publikua një këngë e re me një reper, me një djalosh të ri nga Shqipëria. Dhe Vjollcën. Edhe Vjollcën, sigurisht. Klip i realizuar nga Max Production. Max Production, po që është maestro i vërtet. Max Production. Tipit oriental, videoklip i nxehtë ashtu. Po, hot, si po i thëmë. Po, është bërë kjo këngë edhe ka patur tjetër këtë dikush të këndoj, ose e ka marra i reperin nga Shqipëria dhe që ka bë mirë punën e ti. Unë nuk e di si këto ditë nuk jam rrjedha se jam gjithmonë duke kënduar edhe nuk e di si ka shkuar kënga edhe apo jo pëlqen njerëzve. Po shpresoj që po. Unë jam unë nga nesër do të shkojnë pushim se e kam meritu, unë me gruan me nerën do të shkojmë dikon jashtë për pushuar pak, për ta pushu shpirtin, si jam lodhur, sinqerisht. Di që ke qenë shumë Gjithandej, çdo natë jashtë, çdo natë nga Norvegjia, Suedia, Gjermania, Zvicra. Edhe jam lodhur shumë, edhe gruaja e meriton, se ton jetën pa mu, ton jetën me mu, me ndim edhe në fjallë edhe telefon ditë e natë, po ta pushojmë shpirtin. Saroj, e përshëndesim shumë, me siguri që është duke na shikuar në kohër të hershme. Po qysh se shiqon.
Edhe mas andej, Robert, me producentin tim, Zoti Thaqin të Emra Komit, produksionit muzikor, i kemi bërë përzgjedhjen e 2 këngëve të reja që në muajin mars do t'i këndoj edhe 2 këngë edhe do t'i kem edhe 2 videoklipe. Pastaj me 25 maj duhet dal albumi me këngë të reja, me 8 këngë tjera të reja, të cilat jemi në përzgjedhje e sipër. Do me thonë puna nuk ndalet kur asnjëherë dhe këtë gjithmonë duhet ta falenderoj producentin tim, Zotri Emra Thaqin, Emra Komin, që ai mendon për mua, për këngët, për tekstshkruesit, për kompozitorët. Pikërisht Emrushi më tregoi për bashkëpunimin e ri me reperin edhe me klipin që keni realizuar te Max Production. Po. Tha që e kemi publiku para pak ditësh, tha foto shikoje, ishim në një lokal edhe poshtë. Po. Atë falenderoj shumë, se e kam si me thonë pjesë të jetës time edhe suksesit tim, e mos flasim për ata sovranët që janë shikuesit që i du shumë edhe që për ta jam, për ta ekzistoj, për ta punoj. Me që jemi edhe më tej në ditët e para të vitit 2014, parapërkisht ju uroj shëndet dhe gjithat mirat gjatë këtij viti, nëse keni përfund diçka për shtuar edhe një urim për ata që janë duke na shikuar në këto orë të hershme të mëngjesit, të cilët janë zgjuar për t'ju parë ju më saktësisht, me që edhe kemi publikuar lajmin se do të jesh mysafir yni. Po, Robi, ti kur më ke ftuar nëpërmes mesazhit që ma ke dërguar, kam qenë shumë i lumtur që më ke ftuar që t'jem në emision. Se unë nuk jam ai që them, jo, po, unë vi me knasi, sidomos në televizionin 21. Në televizionin 21 me knasin më të madhe. Që kjo është televizion, e kam thënë gjithmonë dhe ta përsëris. Televizioni më i hapur për gjithë njerëzimin. I hapur për të rinjët, për më të moshuarit, për ata që krijojnë, ata që punojnë, ata që kanë dyert e hapura, për ta treguar suksesin. E falenderoj Afërditën. Ty patjetër, thash edhe një herë, më ke ftuar dhe më thon gjithmonë, në emër të gjithë këngëtarëve ty. Ti je pjesë e suksesit ton që po afirmohemi në televizion. Secili këngëtar realizohet këtu. Po. Kjo është një ti. Edhe Afërditën shumë, zonin Afërdita Saraqin, që është një zoje e madhe, që e dua shumë, kam shumë respekt për te. Edhe nëse ma lejon, shikuesit gjithmonë kudo që janë shqiptarët, u auguroj një vit të mbar, një vit pas murje në familjet e tyre, pa probleme, një vit të rehatshëm shpirtëror, një vit të realizueshëm, që të realizohen synimet e tyre, kërkesat e tyre në jetë që i kanë, punë e tyre që të realizohet, që të jetësohet. Edhe ju prifte mbara, kudo që janë shqiptarët në rruzullin toksor, i du shumë, kam shumë respekt për ta. Edhe disa mish nëse bën ti cek kështu me emra, nëse bën, i të falenderoj nga zemra shumë. I kisha falenderuar Semin në Zvicër, kisha falenderuar Sokër Krasnishin në Lucern dhe Sabin në Vjenë, dhe si kam marru ata që më ndihmojnë gjithmonë rreth punës sime, edhe Zotri Gjevatin në Bruxelles. I përmbledhë gjithë. I përmbledha. Mirë. Ndoshta është keq që po e sigurisht. Keq përdori pa ta ndihmojnë shumë. Je mysafir dhe një ndër arsyet përveç anës artistike, një ndër arsyet pse je ku je është fakti që edhe nuk i harron bashkëpunëtorët asnjëherë, në asnjë moment. Edhe ata që të përkrajnë. Pa ta ndihmojnë mua, si. Unë falenderoj shumë edhe njëherë në emrin tim dhe të ekipit realizues, urojmë që të kesh edhe më tej hite gjatë këtij viti, mbi gjitha shëndeti. Faleminderit Robert, as gjata shumë. Tamam e kemi. 31. Faleminderit edhe një herë, shëndet. Faleminderit.